Tani, ju e dini se distanca është ajo që dhe themi një nga ato pikat e dopta. Por me që ato pjesë e rrugëve janë përmirësuar dhe distancat po afrojnë dhe tashme janë dhe më të arritshme. Por në fakt edhe vetë strukturat e kombëtuese janë pak numër që ofrojnë facilitete tilla. Dhe ato ç'a bëjnë? I binë shkurt, e mbyllin, me qëllim që të Këtë doja thua, i binë pak për shkurt. I binë shkurt sepse kur bëjnë llogaritë e tyre, do të mësu fitojnë mirë. Po kjo i kthehet në bumerang, fitimi i vogël për 4 muaj me rritje çmimesh pas justifikuara, jemi këtu ku jemi që nuk kanë turistët e shëndosh. Nga cilat kombe i kemi kryesisht? Ka ndryshuar pjesa e tendencave nga na vinë turistët? Gjeografia, sepse ajo ka qenë është Evropa, është përgjithësi pothuajse gjithë Evropa. Brenda. Kemi Izraelin, i cili këtë vit ka pasi numër, se ndryshon edhe ka ardhur me për shkak të vendosjes linjave direkte dhe linjave charter, ka pasi rritje, domethënë të numrit turistëve, edhe tendencë për të filluar operim me turizëm të organizuar. Pastaj turistë sporadik kemi nga pothuajse nga gjithë bota, edhe nga vetë e largëta që vinë nëpërmjet linjave, vinë nëpërmjet linjave me tranzit. Por kemi edhe favorin që disa linja direkte në vendos me vendet e lindjes edhe me siç rasti i Dubait apo i disa vende tjera, që ka sjell një rritje edhe nga këta vendet numrit turistëve. Ndërkohë, Ecuria flas për Velipojën, Shëngjinin, Durrësin, si ka qenë dhe cilat janë problemet që hasën për shkak të fluksit, se këto janë zona bregdetare që lakmohen dhe ka një fluks. Këta kanë fluks gjatë sezonit veror patjetër. Deri kur vazhdojnë prenotimet? Po deri nga fillimi i tetorit patjetër, janë të garantuara. Por ajo që le themi ishte për të ardhur keq si vjet, siç thash, Shqipëria ka arrit shumë reputacionin e saj në arenën ndërkombëtare, edhe për shkak të, le themi, të mediave ndërkombëtare që kanë bërë shumë reklam dhe johon. Dhe si vjet kemi pas një rënje të imazhit. Kjo është, na është thonë nga vetë partnerët tanë dhe nga turistët që kanë filmuar apo kanë postuar në rrjetet sociale. Kryesisht kjo ka qenë për zonën e Golemit, i cili për fat keq si vjet pati një fenomen i cili u kthy ndoshta para 10 vitesh, që ekzistonte 10 vite përpara, që ishte mungesë e ujit. Mungesë e ujit për shkak të një defekti që ka një nga furnizuesit me ujë të zonës, për shkak të çarjes së digë, pak shumë ashtu. Dhe subjektet hoteliere detyruar që të përdorin botet, pra si dikur, edhe një të tjera alternative duke hapuse pranë. Të flasim 2025 për mungesë uji, kur duam turizëm elitar. Mungesë ujë dhe përdorja në mënyra primitive, domethënë se në kohën e mesjetës duke hapuse, ka hotel që ka deri në 13 puse, sepse shtëron dhe njëri hap tjetër, shtëron njëri hap tjetër, për të furnizuar hotelin me ujë, se s'mund të lësh turistët pa ujë. Ka edhe nga ata që në rast emergjente ka të zbras pishinat, pra i kanë marrë në pishinave, kanë lidhë dhe kanë kalu në hotel, sepse duhesh ujë në mënyrë urgjente, dhe nuk ka arrit do ta furnizojë. Këta kanë bërë xhirot e botës dhe detyrimisht kanë ulë imazhin e vendit në një farë mënyre, domethënë shpresoj që të mos ketë pas një efekt shumë negativ. Por ne e dim gjithë se turizmi është imazh. Dhe rënja e imazhit sjell më gjëra në turizmit. E mbyllim këtë sezon me një rritje të kërkesës me sa përqind, apo keni një matje paraprake, apo qëndrojmë në nivelet e vitit të kaluar? Tani në flas gjithmonë i referohem turizmit të organizuar, pra kontratave të mbyllura, jemi në ato nivele. Për sa i përket turizmit sporadik, pra e cila është pjesa më e madhe e tortës, sepse turizmi organizuar do të 10-12% ze. Në është shpejt flasim, sepse kjo shifet nga rezervimit që ka dhe tani ne kemi shumë pak, le themi, struktura që kemi informacion që ka disa rezervime për 2026. Kështu që kjo ngelet për të parë nga marsi, në prilli, që shikohet se sa rezervime kanë për të parë tendencën. Për të parë tendencën me vitin paraardhës, me vitin pasardhës. Paraardhës. Zoti Kasa, unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Faleminderit juve. Të nderuar televizionistët, në këtë momente ka publicitet.